Këtë të premte u zhvillua eventi edicionit të tretë të javës së administratës publike, me fokus shërbimin publik për një Shqipëri europiane, ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Edi Rama. Gjatë fjalës së tij, kryeministri foli për problematikat e administratës, transformimin e së cilës e qua një proces mjaft kompleks. Ai vuri theksin te puna që po bëhet për luftën kundër korrupsionit në shëndetësi. Tej shakas, ajo që vlen të theksohet është se transformimi i administratës është një proces jashtëzakonisht kompleks, jashtëzakonisht vështirë dhe i cili kërkon diçka që bota sot dhe për më tepër Shqipëria sot dhe shqiptarët sot e kanë gjithmonë e më pak. Kërkon kohë. Kërkon kohë sepse bëhet fjalë për krijimin e mekanizmave që lidhen me njerëz, me shumë njerëz. Duhet që sistemi të mbrojë. Dhe fiks ajo që po ndodh sot në Shqipëri, edhe që humbet në mjegullën dhe në tymin e shumë gjërave që bëhen bashkë, është që sistemi për herë të parë po lufton me korrupsionin. Pra është komplet e kundërta e asaj që thuhet Badia Hava. Rama gjithashtu foli në lidhje me protestat, ku theksoi se ajo që qeverisi intereson nga protesta është shqetësimi real i qytetarëve, që Rama e quajti uji i pastër i protestës, ndërsa shtoi se pas petkut të tubimit janë mbledhur të gjithë dështakët dhe zemërakët e Shqipërisë. Duke qenë se jemi në një moment specifik, intensiv të rrugtimit tonë si shoqëri, më lejoni të sjell këtu një epizod nga shumë epizode që ne po mbledhim për të lexuar si duhet protestën e bulevardit, në atë pjesë të saj që ajo protest ka rëndësinë e vetë themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës, nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemërakët e Shqipërisë. Në atë rrjedhë madhe njerëzish. Mëtej Rama veçoi digitalizimin, i cili sipas tij hoqi radhët e gjata për të marrë një letër. Siç e ka njoftuar më herët, në mes të vitit 2027 do të nisë testimi i prokurimeve me inteligjencë artificiale.